pabesueshme. Një ditë dy vëllezër po luanin në një park lokal thjesht duke u argëtuar. Pa pritur, një grua me një shami të gjelbër në kokë u afrohet atyre. Ajo i ofron vëllait më të vogël disa karamele. Fëmia natyrisht pranon. Kush nuk i pëlqen karamelet? Gruaja më pas i thot: "Eja me mua, do të çoj në dyqan të marrim disa." Djali pajtohet dhe ndjek. Kjo është hera e fundit që dikush e sheh atë. Djali i vogël quhet Harry dhe është 6 vjeç. Vëllai i madh që ishte me të në park është Roger, 10 vjeç. Kur gruaja filloi të largohet me Harry, Roger vendosi se edhe ai dëshiron karamele dhe fillon të ndjek. Por pas pak kohësh, ndërsa ecnin, Roger fillon të ndjehet i shqetësuar. Diçka nuk duket në rregull. Ku po shkoni saktësisht? Ai heziton. Mban mend që kjo po ndodh në vitin 1951, shumë kohë përpara se fëmijëve të mësojë për rrezikun e të huajve apo të paralajmëroheshin të mos shkonin me të rriturit që nuk i njihnin. Roger ndjen një ndjesi të keqe, kjo nuk është normale. Ai vendos se duhet i tregojë mamas së tij, kështu që ndalon së ndjekurit dhe vrapon për në shtëpi. Disa minuta më vonë ai hyn me vrull në derë dhe i tregon mamas gjithçka. Nëna e tij, të cilën do ta quajmë thjesht mama, alarmohet menjëherë. Ajo panikohet kur dëgjon se gruaja e panjohur me një shami të gjelbër sapo u largua me Harryn. Pa humbur as një sekondë, nxiton përsëri në park duke shpresuar ta gjej. Kur arrin atje, as Henry dhe as gruaja nuk gjenden gjëkundi. Ata janë zhdukur plotësisht. Mamaja nuk humb kohë dhe shkon direkt në polici për të bindur ata për të ndihmuar dhe ishte një sfidë. Ajo nuk fliste mirë anglisht, pasi ajo dhe ndihmët e saj kishin emigruar kohë të fundit në Kaliforni nga Puerto Rico, kështu që komunikimi ishte i vështirë. Por pasi ja dalin të kapërcim barrierën gjuhësore, policia më në fund angazhohet. Një operacion kërkimi me 9 bloqe fillon. Ushtar nga një bazë ushtarake lokale bashkohen duke kërkuar kudo, ndërsa roja bregdetare kontrollon zonën e afërt të Zhirit. Kjo histori arrin në lajmet lokale duke tërhequr pak vëmendje për rastin, por ende nuk ka asnjë gjurmë të Henryt. Nëna e tij është e shkatërruar, por nuk ka shumë që mund të bëjë. Është viti 1950, nuk ka amber alarm, as kamera sigurie, as bazë të dhënash për fëmijët të zhdukur. Gjithçka që kanë është përshkrimi i Rogerit për atë që ndodhi atë ditë. Çdo ditë, nëna e tij shkon në stacionin e policisë duke shpresuar për ndonjë përditësim, por gjithmonë merr të njëjtë përgjigje: asnjë lajm, asnjë pistë dhe asnjë Henry. Vitet kalojnë. Ajo ndalon së shkuari çdo ditë dhe fillon të vizitojë një herë në javë. Përfundimisht kthehet një herë në muaj dhe më vonë ajo vjen vetëm një herë në vit. Deri atëherë, oficerët e njohin aq mirë sa kur ajo hyn, as nuk ka nevojë të flasë. Ata vetëm e shikojnë, tundin kokën dhe ajo e kupton. Ende asgjë. Por pavarësisht sa kohë kalon, ajo kurrë nuk humb shpresën. Ajo refuzon të besojë se i biri i saj është zhdukur përgjithmonë. Por pyetja më e madhe është: çfarë i ndodhi vërtet Henryt? Është i qartë se ai u rrëmbye, por kjo pjesë e historisë mbetet një mister. Dim që u mor nga parku, dim që gruaja e futi në një avion dhe ata fluturuan nga Kalifornia diku në bregun lindor. Por saktësisht ku, askush nuk e di. Në një moment, Henry përfundon duke u adoptuar nga një çift. Ata i rrisin si të tyrin dhe ai rritet duke besuar se ishte thjesht një fëmijë adoptuar i zakonshëm. Ai nuk ka asnjë ide që në të vërtetë u vodh. Jeta e tij vazhdon si e kujdo tjetër. Henry rritet, më vonë i bashkohet marinsave dhe shërben në luftën e Vietnamit. Pas dislokimit të parë ai kthehet në shtëpi, por më pas shkon sërish në Vietnam për të luftuar përsëri. Përfundimisht ai kthehet përgjithmonë dhe fillon një kapitull të ri në jetë si zjarfikës. Ai martohet, ka fëmijë dhe ndërton familjen e tij. Ndërkohë në anën tjetër të vendit, nëna e tij ende nuk e ka humbur shpresën. Edhe pas dekadash ajo vazhdon të vizitojë stacionin e policisë rreth një herë në vit, vetëm për ta parë nëse ka ndonjë përditësim. Nuk ka kurrë, por pavarësisht kësaj, ajo kurrë nuk e lë kujtimin e Henryt të zbehet. Mban një foto të fëmijërisë së tij në shtëpi dhe mbart një artikull gazete për rrëmbimin e tij në portofol gjatë gjithë kohës. Vitet vazhdojnë të kalojnë. 54 vjet pas zhdukjes së Henryt, tani është viti 2005. Nëna e tij është 92 vjeç dhe fatkeqësisht ndorron jetë pa ditur kurrë çfarë i ndodhi djalit të saj. Çdo shpresë që Henry të gjendej apo të ribashkojë me familjen e tij të origjinës duket plotësisht e humbur. Por kalon më shumë kohë. Tani është viti 2020 dhe këtu takojmë një grua të quajtur Alita. Alita është 63 vjeç dhe një ditë, thjesht për argëtim, vendos të bëjë një test ADN-je të trashëgimisë. E dërgon me postë me rezultatet dhe, çfarë surprize, diçka nuk përputhet.
ajo përputhet me një burr që nuk e njeh. Jo vetëm kaq, por rezultatet tregojnë se ajo ndan 22% të ADN-s me të. Ajo mendon se ndoshta është një kushuri ose një xhaxha, kështu që i dërgon një mesazh përmes faqes së trashëgimisë, duke shpresuar të zbulojë më shumë. Pastaj pret, por burri misterios nuk përgjigjet kurrë. Përfundimisht ajo heq dorë dhe vazhdon jetën. 4 vite kalojnë. Një natë Alita po shikon një dokumentar në televizion. Asgjë e veçantë, thjesht diçka që luhet në sfond. Por për disa arsye, ajo kujton atë burrin e panjohur me të cilin ndan ADN-n. Kështu vendos të gërmoj pak më thellë. Fillon të kërkojë emrin e tij në internet duke shpresuar të zbulojë më shumë. Dhe atëherë gjen disa fotografi të tij. Burri në ato fotografi është Henry. Gjithë jetën Alita kishte dëgjuar histori për një xhaxha që kishte humbur kur ishte 6 vjeç. Ishte diçka për të cilën familja fliste gjithmonë, një mister që nuk u zgjidh kurrë. Tani duke shikuar këto foto të Henry të rritur, ajo gjen veten duke vështruar fytyrën e tij dhe duke menduar: a mund të jetë vërtet ai? Krahason fotot me fotografitë e vjetra të fëmijërisë së xhaxhait të saj të zhdukur. I shikon ato krah për krah. Gjashmëria është e pabesueshme dhe thellë brenda vetes, ajo e di që është ai. E vendosur ajo shkon në polici dhe u thot: mendoj se gjeta xhaxhain tim, atë që u rrëmbye në vitin 1951. Në fillim policia nuk mund ta besojnë, por pasi kontrollojnë regjistrat e tyre, kuptojnë se ky rast nuk u zgjidh kurrë. Kështu ata i hapin hetimet. Shpejt FBI-a përfshihet dhe Departamenti i Drejtësisë i Kalifornisë bashkohet gjithashtu. Fillojnë të bashkojnë të dhëna duke ndjekur gjurmët dhe përfundimisht FBI-a gjurmon Henryn. Ai jeton diku në bregu lindor, plotësisht i pavetëdijshëm për atë që po vjen. Një ditë dikush troket në derën e tij. Kur ai e hap, agjentët që qëndrojnë aty i thon diçka që ndryshon gjithçka. Ne mendojmë se ju mund të jeni një fëmijë që u rrëmbye në vitin 1951. Henry shikon i tronditur. Rrëmbyer? Sepse, edhe pas gjithë këtyre viteve, ai ende nuk kishte asnjë ide. Henry kishte kaluar gjithë jetën duke besuar se ishte adoptuar ligjërisht. Ai kurrë nuk dyshoi asgjë. Por tani, me FBI-n që qëndronte pranë tij, gjithçka që mendonte se dinte për të kaluar në tij po vjen në dyshim. Kështu ata e bindën të bëjë një test ADN-je vetëm për të qenë të sigurt. Kur rezultatet kthehen, konfirmohet. ADN-ja e tij përputhen me Alitën dhe antarët e mbetur të familjes së tij biologjike. Pas 73 vitesh, pas një jete të tërë ndarjeje, Henry hipën në një avion nga bregu lindor për në Oaklanda, Kaliforni. Ai është gati të takojë familjen që humbi. Një burr i rrëmbyer si fëmijë më në fund të ribashkohet me familjen e tij, e gjithë fal një testi vullnetar të ADN-s. Shumica antarëve të familjes që takon janë për herë të parë, ose nëse i kishte njohur, nuk ka një kujtim për ta. Por ka një person që ai e mban mend, vëllain e tij Roger, dhe pas 7 dekadash, 2 vëllezërit më në fund ribashkohen. Por edhe pas gjithë kësaj, një pyetje e madhe mbetet: kush ishte përgjegjës për këtë rrëmbim? Fatkeqësisht këto gjërat komplikohen, sepse kanë kaluar 70 vjet dhe deri më sot askush nuk e di kush ishte vërtet ajo grua me shami të gjelbër. Henry ishte vetëm 6 vjeç në atë kohë. Kujtimet e tij për atë ditë janë të turbullta në rastin më të mirë, dhe njerëzit që e rritën atë nuk janë më gjallë. Kështu në këtë pikë mund të mos e dim kurrë të vërtetën e plotë.